thash prej lëndimit parë, ndoshta e kam lëndu ligamentin kryqëzor. Po ligamenti është kryesisht ai që Po, shpesh t'i bën. tena sidomos në sportin e judës, edhe unë një muj ditë, një muj e gjysmë nuk kam bë veç lëvizje mobiliteti, gjunit, domethënë as lëvizje të forcës, as asgjë, se nuk kam qenë ndjeni se çfarë lëndimi kam. Nuk ish në gjendje as me më tregu, mas me më tregu dikush çfarë ushtrime duhet me bo, çka me bo, dhe ka qenë sfidë shumë e madhe. Me te i kalu këto, me gjetë fizioterapeut cilët munden me më ndihmu për me vazhdu ma tutje, me u marrë me sport. Toni nuk është që mu i ke me tregu ose me të udhëzu. Përderisa jenë stërvitje, u merke me ty, nuk jenë stërvitje, gjej zgjidhje. Nuk ish kohë që ti mu ishe me kërku prej ti me ta gjetë një fizioterapeut ose mjek, edhe nuk ishim rreth neve. Edhe qaj lëndimi i parë, për shkak që e kom pas fizioterapin shumë keq që e kom kalu, do me thonë jo që shduhet, më kalon pasoja shumë për matutje. Në lëndime tjera ma ndem kanë ardhur për shkak mos për kujdeses duhum që e kom pas. Po pavarësisht kësaj, kjo eksperiencë e keqe që e kom pas më ka ndihmu ma ndem mu me eduku shumë ma tepër rreth lëndime edhe me u eduku edhe me u marrë shumë ma seriozisht me veten në këtë pjesë. Nuk kom prit ma prej tjerve, kom thonë rregull, nuk po kem zgjidhje, vetëm e kom me këshyr, me gjithë zgjidhje unë, e pastaj kush të ndihmon më atëherë është e mirëseardhur. Por ndryshe nuk e kisha vazhdu, do me thonë me u marrë me sport, sepse s'ka kush me të ndihmu.